Kosova edhe sot dështoi në seancën e 13 për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit të saj. 57 vota nuk ishin sërish të mjaftueshme për të vazhduar me seancën nga deputetët e zgjedhur. Kësaj po vazhdon ngërçi politik, sot e 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Pozitë dhe opozit po edhin akuza ndaj njëri tjetrit për situatën e krijuar, por cila është mënyra më e mirë për të dalë nga ky ngërç politik? Profesori shqiptar nga Maqedonia, Sulejman Mehazi, në një prononcim, i ka quajtur të turpshme veprimet e opozitës në Kosovë, duke thënë se janë edhe veprime armiqësore. Veprimet e partive parlamentare në kuvendin e Kosovës, sidomos ato të opozitës, janë të paarsyeshme dhe të turpshme, jo vetëm para qytetarëve dhe votuesve, por edhe para diplomacisë botërore, që nga 9 shkurti të mbahen mbi 10 seanca në kuvendin e Kosovës e të mos votohet kryetari i kuvendit është më armiqësore se sa Serbia e Vučićit. Moszgjedhja e kreut të kuvendit të Kosovës është rrugë e pëlqyeshme e askujt tjetër përveç shtetit armiqësor të Serbisë, vlerëson profesor Mehazi. Ai thotë se misioni i partive opozitare dallohet që është i lidhur ngushtë me oligarkët e Ballkanit Perëndimor, që duan të pengojnë Albin Kurtin të formojë institucionet. Hapur vërehet se misioni i partive opozitare në Kosovë është i lidhur ngushtë me oligarkët politik të shteteve kriminale të Ballkanit Perëndimor, Vučićin, Ramën dhe Ali Ahmetin, të cilët si e qysh mundohen të pengojnë partinë fituese. LVV-n e Albin Kurtit të krijojë institucionet e Kosovës. Është e pamundur që të humben 13 seanca e të mos zgjedhet Albulena Axhiu, kryetare e Parlamentit të Kosovës. Pse dhe ku është pengesa? Mos ndoshta partitë opozitare të Abdi Xhikut, Krasniqit dhe Haradinajt janë të frymëzuara dhe ndikuara nga politikanët shqiptar për te kufive të Kosovës, Edi Ramës në Shqipëri dhe Ali Ahmetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët janë të dëshmuar me deklaratat politike kundër Albin Kurtit e pro partive opozitare të prontos në Kosovë, nënvizon Mehazi. Sipas tij, Edi Rama dhe Ali Ahmeti në bashkëpunim me Vučićin vetëm se do të pengonin punën e institucioneve të Kosovës. Shtetet fqinje jo që ndihmojnë për të larguar këtë ngërç institucional të Kosovës, përkundrazi, Rama dhe Ahmeti në koordinim me Vučićin më shumë pengojnë e ngatrojnë nyje ngërçin e institucioneve të Kosovës, vlerëson ai.